Zevahir Rahmani. Kam dal nga shtëpia dhe kam banu të një dhanër në Voshtre, Naim Muzaçi, sepse ishte ushtria në malet të Taragjës, gjunte dhe fëmija na frigojshin. Ja i kemi ndëgjuar nga të tjeret, atë shtenat i kemi ni. Në obart të shtëpis, bili plumbat më kanë ardhë. Where did you go on March 26, 1999? Shkum në fshatin Kozhic, të daja i burrit Xhemail Xhema, komunës Skënderajt. Sepse në Voshtre granatuan dhe kishëm frikë për fëmijët dhe shkum në Kozhic. Në shpes smoj shumë me shku, atë kesh ushtrit vendosën dhe shkum në Kozhic. Në fshatin Qyrez ju ndukt, po mas 3 dite kanë ardhur në fshatin Kozhic, kanë granatu një herë dhe kanë ardhur me tanke, me kamiona, në fshatin Kozhic. Ato ka pas të vdekur 10 jun kanë të vdekur. Ka pas edhe të plagosur një 3. Në ushtri, ata ishin veshur në uniform të verdhë. Në thanë që ullë në që të njën kam mështëshë. Jena ullë, ju në afru. Baja gjip, po i këta që ishin të plagosur për javë lidhën vartë. Ata vete kishin bëtë që ata kishin dasht me myte me, baja gjip për ju lidhën vartë. I kanë lidhë vartë atë në 3 plagosur, kurse ata deknit ju në mejtë na jena largu pak tuba për ty nëse na të qenë fëmija, edhe jena unë që atës jena qu. Në mesin tun, një djallë, 28-30 vjeqarë, po as emnin që sot nuk ja di, u konë me të mejtna, ka pas një vezë duke hangër dhe bërtetke, si njëri me të mejtna, e ka për gjoksi dhe i ka thonë ti je terrorist, që aty para neve 3 herë automat i ka msha dhe e ka mytë. Në fshatin Kozhic, në shpinë e Rahimit qatë. Na duke nejtur që aty tani, mas i kanë myta djallë, kanë kap kontat, a benzina, naft, nuk e di qka u konë, i kanë kallë ato shpi për rreth krejt. Vetëm një që i thujmë natje, kem tradit od, e ka lanë se ka kallë. Në bërë të Rahimit, shpinja ka kallë, a odën jo. Neve me njerë na kanë nisë për Skënderaj, por nuk na kanë përcjellë kështu kam, po enshin me kamiona, me nakëshyrshin se apo shkojmë atje në Skënderaj. Ju nërë komësëria, na kemi qenë në shpinë e Dakës, kanë qunë një djallë me emrin Fatlum, me qenë se ata gjujshin dhe na nuk delshëm, se ishtë duke ra shi dhe rishëm mrena. Ata e kishin marë prej një shtëpije një grupë dhe një djallë, rrëth 12 vjeqarë, Fatlum emrin i komunës së Klinës së Skënderajt, i kishin thonë shko thuju ose hajdini ju, po atu ka pas një grup të madh, ka pas uniform të verdh, ka pas boj kafe me të zezë, që ata që na kanë marrë atje në shpinë e Dakës, kanë pas një uniform të ndryshme, a këta 3 na kanë përcjellë deri në fshatin Qyrez. Atu kena najt 3 ditë. Did you see any interaction between the people in solid green uniforms and the people in green camouflage uniforms? Po, kur na kanë dërzu atu neve, kanë folë, kanë biseduar në mje veti, por ata ishin kanë morë veshën e s'pana që neve, se ne kur u afrum të ahri, ata dollën prej shkollës dhe erdhën drejt neve, si kur ata të ishin marë vesh që na përshkojmë. Me njëherë si ka nejtë ushtarët për në Kozhic, neve në kanë qunë në ahër. Ata atë ditë, 3 ditë kena me nejtë aty, atë ditë jënë ardhë një ushtarë me një grua që u qujtë me emrin Mirdita,
Ajo e dinte gjuhën dhe na ka thonë që do të shkonin në Qirez. Ato ishin 2 grupe. Në katin e dytë ishin të Klinës, së Skënderajt dhe do të Kozhicës, kurse në katin e parë isha unë me Ma'am, I'm going to fëmijët. stop. Në ahër na kanë majtë që atë dhe na kanë thonë apet të shkoni atje në shtëpinë e Durmishit, ku i një kanë. Dhe njën nga një me dalë prej ahëri dhe kryet nuk guxoni me kthy prej nesh, automati ka më ju prit në qoftë se këqyrni veç mbrapa, një me këqyr. Dhe s'kem guxu as me këqyr më mbrapa. A me tha kuna i latë, nanën tema, ato vajza, 8 vejta që aty na i kanë marrë. After the 3 or 4 hours in Kozice, where did you go next? Në shtëpinë e Durmishit, të grupi që met aty në katin e dytë, jemi bashkuar, na kemi nejt aty në katin e parë, 3-4 orë, por apet na kanë kthynë në Qirez. At any time, did you see any sort of follow-up investigation by the soldiers who were in Chirez regarding your mother? Ju. After the 3 weeks in Cherez, where did you go next? Na kanë thonë se do të shkoni për Glogavc. Kemi ju qu për Macedoni. S'ka vend këtu për juve.